Një defekt I rëndë shënuar pas ditën e së mërkurës në lagjen 10 Korriku në qytetin e Vlorës. Si pasojë e këtij defekti, ka pasur ndërprerje të furnizimit me ujë për një pjesë të zonës 24 orëshe përgjatë rrugës dytësore të Unazës. Kufizime ka pasur gjithashtu edhe në zonat Akademia e Marinës, rruga dytësore, Lamanaj, si dhe në një pjesë të lagjes 10 Korriku. Ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë është angazhuar maksimalisht për riparimin e avarisë gjatë gjithë natës së kaluar dhe këtë të njëjte. Puna është ndjekur nga afër gjatë gjithë natës dhe deri në orët e para të mëngjesit nga drejtori I ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso. Grupet kanë punuar pa ndërprerje gjatë gjithë natës së kaluar dhe vijojnë ende punën intensive për eliminimin e një defekti të rëndë. Në lagjen 10 Korriku, ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët dhe bizneset se për shkak të kësaj avarie është kryer stakimi I detyruar I depos kryesore për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe riparimin e saj sa më shpejt. Si pasojë, një pjesë e qytetit do të jetë pa furnizim me ujë gjatë orëve të pasdites së kësaj të njëjteje. Ekipet e ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë kanë punuar me intensitet maksimal për të rikthyer shërbimin në kohën më të shpejtë të mundshme. Rikthimi në normalitet I furnizimit me ujë për të gjithë qytetin pritet në mëngjesin e ditës së nesërme, ndërkohë ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë kërkon ndjes për shqetësimin dhe ju falenderon për mirëkuptimin.